sot është duke u shkel Kushtetuta e Republikës Kosovës. Çka i bie kjo? Kjo i bie që nesër në qytetar mundet kur e dënon një polic në trafik, mundet më thonë s'po du më shku me pagu dënimin. S'pe respektoj asun në ligjin. Jo, është shembull, jo shumë sakt. Është shembull kur kryeministri, kur kryetari i subjektit politik që ka numrin më të madh fuqisë politike nuk e respekton Kushtetutën, pse ai më respektu ligjin? Këtu do të më ngrit mas shumë të pres zonë, mas shumë të pres kritik për teje, për juve, ne që 18 muaj nuk kemi qeveri edhe institucione fuqiplote. Pse s'kem? Pse s'kem? Po, pse s'kem? Qaj është pyetja. Sepse që 3 palë zgjedhje, partisë e cila i fiton ben shumë zgjedhje, nuk poj lejohet, nuk poj mundësohet qeverisja. Pse s'pe mundësot qeverisja? Sepse po shfrytëzohet një mekanizëm i cili është menduar për unifikim, për bashkëpunim, si blokadë. Edhe qysh, pse s'pe rrinaj mekanizmin për unifikim e bashkëpunim? Sepse nuk i ka 2/3. Po qysh mi pos 2/3? Po s'do të me i pos 2/3, po do t'ju mu ullë bashkë edhe me zhjetë një kandidat për president i cili do të ishte për bi partit. Autoritor, ku një njeri i ka krejt pushtetet, edhe krejt pozitat kryesore. Nuk është ajo kërkesa. Jo, ajo pikë është ajo kërkesa. Krejt pozitat kryesore në dur. Po kjo është rrezik, o ndërruar, kjo është rrezik për ty. Kjo është rrezik për secilin qytetar të Kosovës. Kjo është rrezik për shtetin e Kosovës. Kjo është rrezik për strukturën demokratike të shtetit e Kosovës. Shteja tjetër, propagandën linçuese të vazhdueshme që bëhet ndaj secilit, që sponsorizohet prej tyre. E ki gabim. Hajde ta zgjedhëm një president konsensual për te partive. E janë edhe ofroni kritere, kërkoni kritere, kërkoni standardet nolta që nesër ai president me qenë vërtet reprezentues. Dhe besoj në demokraci, dhe jo me qenë as dorë